Fabrikat e veshjeve kontraband në Tiranë. Arrestohen 2 personat e shpallur në kërkim. Policia e shtetit. Vijon operacioni policor i koduar Fake Star 5. Lokalizohen dhe kapen të 2 shtetasit e shpallur në kërkim. Njëri prej tyre, shtetas turk që koordinonte procesin e stampimit me logo false të veshjeve të kontrabanduara. I ndaluari tjetër, bashkadministratori njërës prej magazinave ku kryhej procesi. Dje, gjatë operacionit, u vunë në pranga 4 shtetas dhe u proceduan në gjendje të lirë 4 të tjerë. Si rezultati kontrolleve të kryera me mbështetjen e inteligjencës policore, në vijim të operacionit Fake Star 5, sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, në bashkëpunim me komisariatet e policisë R3 dhe R4, lokalizuan, kapën dhe vunë në pranga shtetasin turk Se, 46 vjeç, si dhe shtetasin LH, 21 vjeç. Ata ishin shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Fake Star 5, sepse dyshohet se janë përfshirë në veprimtarit kriminale të magazinimit në 2 ambiente në fshatin Brar, të veshjeve të kontrabanduara, të cilave ju stampoheshin logo false të markave të njohura ndërkombëtare. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.